po që para disa vjetës quhej si botë e tretë, në vendin më të fantastik, turistik. Është një nga arritjet më të mëdha, është një krenari e madhe e kombëtare për gjithë ne. Por numrat, shifrat e jashtëzakonshme janë në maramance. Po për ne buqit, 10 milion, 12 milion turist, po për ne buqit, kjo është edhe pak dridhëruse, sepse le të imagjinojmë për një moment, 12 milion turist do të drekojnë me një kuzhinë shqiptare, me produktet tona, dhe ne dhe shefat e kuzhinave me një hemi në lëvizje, 12 milion domate, 12 milion kastraveca, 12 milion speca, po shumë lule lakra, po shumë karrota, po shumë e ku diun lule shtrydhe, mish, gjalp, vaj ulliri, ullinj, vera, mandarina, thot Dimo, mos më harro.